Është titulluar Trashëgimia kulturore europiane, leksioni i hapur që mbajti në Universitetin Luigjë Gurakuçi të Shkodrës, profesori Paweł Kujbiki të Universitetit të Krakovit në Poloni, siç duket është zgjedhur ky bashkëpunim dhe lidhur me rëndësinë që ka Shkodra. Ky bashkëpunim është lidhur me rëndësinë që ka Shkodra dhe pasurinë e saj e trashëgimisë kulturore dhe historike, si një qytet që ka dhënë kontribut të spikatur për historinë tonë kombëtare, duke rrezatuar kulturën europiane. Profesori i Krakovit theksoi se qytetet kanë luajtur një rol shumë të rëndësishëm në konsolidimin e kësaj kulture. Qytetet kanë qenë gjithmonë qendra të rëndësishme të politikës, kulturës, jetës sociale, zhvillimit. Kështu jemi mësuar që t'i shohim dhe t'i jetojmë atë. Nga ana tjetër, zhvillimi që nga kohët e antikitetit në rilindje deri në ditët tona ka qenë i lidhur ngushtësisht me jetën urbane. Dhe jeta urbane është zemra e qytetit. Në pikpamjen e tij, qyteti nuk është vetëm një qendër politike dhe ekonomike, por është gjithashtu gjenerues i kulturës, është në një farë mënyrë një koktejl tekstesh dhe simbolesh. Leksioni i profesorit Kujbikun ndoq me interes nga pedagogët dhe studentët dhe për faktin se ai shoqërohej me butime të veçanta për trashëgimin kulturore europiane, për të cilën nuk mungoi dhe bashkëbisedimi mes tyre. Shkodra me trashëgiminë e saj kulturore historike e gjen veten me dinjitet në aktivitete të tilla, ku jo vetëm i bëhet jehon kulturës europiane, por dhe shkëmbehet përvoja për ruajtjen dhe pasurinë e saj, si dhe vënien në dispozicion të zhvillimit të turizmit.